përshëndes. Faleminderit për jush. Do doja të ndaja ndoshta disa momente të mira rreth pasionit të pikturës. Çfarë do të thotë piktura për ty? Çfarë është piktura? Piktura për mua është gjithçka. Unë si artist e shoh pikturën një gjë primare për artin. Piktura për mua ka filluar qysh në fëmijëni, qysh në moshën 10 vjeçare, që e kuptova vetë që piktura është një gjë shumë e veçantë për mua. Pse do të thosh ti? Unë qysh i vogël, qysh në bankat e shkollës fillova të pikturu, të vizatu një ata simbole, një ata kartona që shifshim qysh kur ishim fëmijë, kur ishim vegjël. Dhe më jeshi një njësi shumë të veçantë kur një gjë që shikjova me sy nga ana televizorit e realizosha në anë të letrës shumicën e rasteve. Gjatë kohës, gjatë periudhës që ushtroja këtë si fëmijë i vogël, fillova të përmirësu më shumë, të artikulu më shumë nga ana profesionale. Në Allah mundësinë, baba u hapi një galeri pikturash, baba jam është një piktor shkodran që e njohin. E përmendi me emër? Aleksandr Shkodra. Ai bashkë me kolegë tjerë, shumë piktorat mirë njohëm, si Nikolin Ludzi, Gjovalin Paci, e tjerë që e njeh Shkodra. Ata filluan të bëjnë arti i parë në Shkodër, që u prodh në studia e parë në Shkodër, edhe artdashët shkodran shumë e vlerësuan këtë gjë, filluan të pa piktura në galeri private. Edhe gjatë kësaj galerisë unë fillova të pa piktura, fillova të mësu stilet ndryshëm, po isha në moshë shumë i ri, shumë i vogël, sa isha 12 vjeç, 13 vjeç, fillova të mësu. Atëherë më lini edhe më shumë aja luntia për artin. Atëherë kaluan vitet, fillova të bëj si ai biznesmen artist, do të thonë fillova të shit piktura, më ka qenë viti 2003 mos gaboj, sa kam qenë 12 vjeç kam qenë, kur bëna një pamje nga ura mesit, ishte vepra parë, do thonë e artit, vepra parë e piktura me bojra vojit, e mirë fill si që bëjnë piktor të mlaj, e bëna një telajo 40-60 a ka kenë, nuk ka kenë fort e male, e bëna aty detaj për detaj, si fillimi, si një piktur, e vuna këto të galeria, se kja galeria jonë është qysh në vitin 2000, që është hap, e vuna këto me shumë frikë, me shumë emocione, si nuk disha që a kuptan, shumë kritik artit më thoshin, wow, ki bën një gjë jashtëzakonshme, dhe shumë thotë, a ki bën, ti thoshin, a ka bë baba. Për zotin thoshe kam bë unë, dhe baba i thotë, e kam lanë vetë në ata ujnat me qa, thotë baba. Me zbulu vetë, me ndërtu vetë artin e ti. Edhe e mirë është për fëmijët që ta lajnë me ndërtu vetë artin e ti. Edhe për 2-3 ditë erdhi një, nuk e harroj këtë moment, ka qenë një qast shumë i veçantë për mu, për 2-3 ditë erdhi një, sa bukur ka qenë një emigrant prej Ameriket, sa bukur këtë do ta marr, atëherë ishte piktura 100 lirë, që s'pe thojmë çmimin, e mori, pa ditë se u njeva sikur dikush më vlerësoj, sikur di me bë diçka. Për 100 euro. Pa atëherë 100 euro në 2003 ishte 140.000 lekë atëherë, i bide 140.000 lekë, 140.000 lekë për një 2-13 vjeçar që e fitoj vetë, që atë lekë e shpenzoj me mundin e ti, me durët e tia, me atë penel që ke punu, ishte shumë e veçantë. Çfarë ti marrën nga babai? Për babait ka marrë shumë gjana, babai ka qenë si një tip kursit privat. Më thonë, unë vazhdosha në piktura, më jepte sugjerime, gjithmonë disa sugjerime, nuk jo kritika, jo s'din me bon, ja kështu, gjithmonë sugjerime, shifej këtu, shifej këtu. Po jo veç nga babai, po edhe për piktorëve tjerë që ishin këtu në galeri. Dikush një motë një në anë, dikush një motë një tëtë, edhe sikur jam rrit në ta dur të këtyne piktorëve në këtë pjesën e artit. Atëherë më thënë tu rritet, tu zhvilluet, tu kështu, po gjithmonë artin e kam pasi një gjë pasionante që nuk më ta lesh akur. Ndërkohë sot je duke vazhduar edhe studimet në art. Po, ndërkohë sot unë vazhdoj studimet në Universitetin Luigi Gurakuqi, Departamentin e Arteve, ku prap jam të ndërtuat stilin tem, vetë
personale, nga ana e shumë pedagogëve të mrekullueshëm që ka në universitet, të marr shumë prej tyne, pavarësisht se kam marrë edhe prej tjerëve, po prap jam të marr dije shumë. Edhe jam të e marr atë formimin, sigur unë nuk po di, domethënë jam në atë pjesën e ndërtimit të pikturit shumë vjeçar, a kupton? Si gjendesh përballë një mjedisi që ndoshta është më i ri në moshë? Nga një midis që janë shumë të rinj nga moshë, për shembull që kanë diferencë moshë që janë studentët, unë jam shumë komod, se edhe jap shumë atyne, edhe marr shumë nga ata. Jam ai tipi që pranoj, domethënë, edhe me dhon, edhe me marr. Nuk jam ai që jo kështu do bëhet edhe kështu vendosi. Marr shumë edhe mendime, shumë këshilla, shumë teknika nga ana pikturës profesionale, që ja vën mend, edhe i jap. Aja është gjëja më e favorshme për artistin. Thot një piktor i madh, arti nuk mbaron kurrë, arti braktiset. Domethënë një vepër artit për ne piktorët nuk mbaron. Ne gjithmonë thojmë jo këtë, gjithmonë ne e përfundojmë pa e braktisim. Okej, do ta braktisim këtë vepër s'merrna më, se një punim s'marrën kurrë për synin e piktorit. Ke menduar ta braktisësh ndonjëherë artin? Dhe për cilë arsye mund ta braktisësh? Jam me mundum me braktis propaganda, kur kanë 2010-ën që ishin këta liberalizimi i vizave, jam mundum me braktis si art, si kjo shapson, gjithë shokët janë të shku jashtë, gjithë janë të kështu, gjithë dikush bani leta, dikush pa e baj provë edhe unë si këta, propaganda është shumë e madhe, do thonë rrethi shoqëror ishte krejt ndryshe. E bana provë qysh në 2010-ën në Itali. Prap nuk mujta me braktis. E bana provë në Belgjik në 2016, prap nuk mujta me braktis. Edhe po ashtu edhe në Angli, prap u riktheva edhe një herë me Penela. Sa shumë vetë çuditën tonë, si ka mundësi që nuk po dorëzohesh. Nuk po dorëzohen se kjo është një gjë që më jep kënaqësi, më jep rahati. Ti ndërkohë ke patur edhe një periudhë ku sporti ka qenë pjesë e jotja. Po, atëherë ata janë momente shumë të bukura. Ata një nostalgji. Dikur, në moshën e adoleshencë, kam luajtur futboll. Kam qenë me këta të riteat Zvelipojës, u 17 u 19, një 4 vjeçar me ta, ku e kam një ndërthurje në mes artit dhe futbollit. Pse më thush ti? Se një artist, ndoshta ata mendimet, atë kronologjinë që jep i të pikturu, ka nevojë me shpreh edhe një stërvitje, edhe në lodhje fizike. Edhe aty e gjesh edhe vetin nga herë. Pikturosha e kisha nevojë për me ecë vrap me lut futboll, a kupton, me djersit. Jo thjesht, a kupton, me çliru ata energjitë negative që kisha. Edhe futbolli ma jepte këtë kënaqësi. Pavarësisht në ligë amatore, po jam i pasionant mas atij sportit. Sot futbollin dhe futbollin shqiptar nuk është të veçantë? Me të thënë drejtën, jam largu i fije nga aja shikueshmëria e futbollit. Jam largu si kam qenë dikur, po e ndjeku për shembull vllaznin tonë që normal që e shih në stadium. Në stadium kur ka një ndeshje interesante, kur është një gjë kështu e bukur e ndjeku, po më shumë në televizor. Çfarë të frymëzon më tepër Krist në krijimtarinë tënde të pikturave? Ku e gjen frymëzimin? Frymëzimin në krijimtarinë të pikturave më shumë jam te aja pjesa natyrës. Ose te pjesa antikitetit, ndërthurja mes gjanave të vjetra dhe gjanave të reja. Unë mundohem një gjë të vjetër që ta rikthej në nostalgji. Si një rrugicë, si një derë shtëpijet, si një shtëpi po ashtu. Aja nostalgji ta rikthej me ngjyra, me tonelata, që ta rikujtojmë që ka qenë. Aty e gjej vetat pjesën të nostalgjisë. Kryesisht je tek Shkodra. Kryesisht jam te Shkodra. Identiteti i qytetit tënd. Je kaq i lidhur me Shkodrën? Jam tepër i lidhur me këtë qytet, jam tepër i dashuruar me këtë qytet. Pse më të thosh se kjo ka një histori shumë të veçantë. Shumica e turistave që vinë ose edhe për Tiranën që vinë, thonë, wow, si ka mundësi, shumë më thonë, si keni mi jetu kos. I thosh, edhe ne jena shumë, më thonë, si fanatik. Shumë fanatik, se edhe nëse një gjë e prishet, ne mund ta rikthejmë në një vepër arti. Ne kena nostalgji për ata rrugica, ne nuk kena, nostalgji për pallatet e mëdha,
për ata të mëdha kena pa gjithkund nëpër Europë e nuk na japin atë njësinë. Ne na jep një njësi, një rrugicë, një port, një lagje me kallëdrem, një çdo. Aja jep qytetit tonë, aja na jep më kështu. Edhe aty shfrymëzohen vetë në artin. Me portretet si ke marrëdhëniet? Me portretet, më pëlqejnë portretet, por nuk jam i apasionuar me tyre. Më shumë jam portrete, më mend dikur kur isha moshën 15-16 vjeça, më pëlqeja me kisha një libër, edhe vizatosha portret për shembull shok të klasë, ose atë në stërvitje kur shoh. Më pëlqejte me kështu. Me vizatu vetëm me laps. Kurse me ngjyra nuk jam shumë i lënë me ngjyra me portrete, nuk Kur unë shoh mjaft portrete në galerinë tënde, shoh motrën tone, shoh Skënderbeun, shoh Nën Terezën, zonën e Shkodrës, shoh disa portrete në fakt. Do të thotë që ke edhe një lidhje në një farë mënyrë, jo thjesht me portretin, po pak më thellë me karakterin religjioz të artit. Po, aty nga buror? Në përgjithësi, këta janë një pjesë të nostalgjisë tonë, siç Nën Tereza që më ta kthejmë në portret, siç është Zoja Shkodrës që të kthehet në portret. Në përgjithësi janë, më thonë, si portrete famshëm që janë parë, janë ribaj herë, alla ja gjam mu m'jep, më thonë, si një siguri kur i ribaj. Kurse portretet e personave siç janë nuk e një vedin, jo se nuk shto, për nuk e një vedin, më parë thamë me bën një natyrë, jam të janë pjesa natyrës, se me bën një portret. Më trego pak historinë e dhuratës që i bëre kardinalit. Domenes Troshani. Domenes Troshani është një shkodran që ka ndaj këtu, e din që është Shkodra, e njohim kështu. Kur u zgjell papa në verë, kur ishte në verë që u zgjell papa, unë dosha me bë kisha një, nërthu e thash, përbëj një portret. Po çfarë portretit përbëj? Thosha në futbollist, në gjë fetare. Thash, a din qa? Thash, përbëj, mos që zgjell papa, përbëj portretin e papës. Që diçka interesante, ta thej thije nga natyra, ta thej edhe thije ta kaloj nga portretit. Edhe fillova, bana, edhe kur e përfundova, nuk është se xorra dhe më thonë në shitje, ose për me shit, thjesht e bana për me alluru dikujt. Edhe thash, kush vim të galeria, do mblasha, na kush që janë të kish, thash t'ja baj llorat. Po një atëherë sa e përfundova, sa kisha përfundu vetë, qytetërisht një miki jemi, që ka një lokal, më thot mu, a din se jam vetë me kardinalin, thot të pi kafe, më të rëgon mu. Po edhe thot njef thatujet, njef galerin që ka kënë të galeria jote, para shumë vjetëve, e mon më edhe në atë moshë e matë e mënë. I thash, apo ma len mu, i thash, se po vijet akaj, i thash, a ke ko, po mërë tha ka ko, edhe po të pret. E paketova, thash, pja baj dhurat, gjë simbolike, ta kenë kujtim edhe nga qyteti tonë që nuk kena harru, edhe jena po ashtu, nuk i kena harru. E paketova, shkoj aty, tham, ishtu jam filani, nuk matë e mëndë se jam filani, se gëzohe me shumë bogër, si je, më pëlqen shumë. Ku ja të regoj, tha, wow, një vepër, tha, malështore, tha, bravo qofë që të ka shumanja, për zotin, thash, e kam bo për qef, po ta loroj, ti ndaq lorja kishes, ndaq lorja kur dosh veç nga që ardhen, nuk dhjet apo të takoj në herë, apo në akon që doj mu taku në herë, po ta bëj si lorat. Falem në shumë, po një këtë lorat do t'ja tërgoj edhe aty në kardinalve tjerë, për mirë këpritin që kena qyteti Shkodrës, dhe më thonë që e ka mirë këpritin qyteti Shkodrës, për e nesh. Këtë e din ti, thash, kujtë e loresh, shumë falenesh, me të shumë i knaqen nga ana e mirë këpritjes. Cila është piktura që ende nuk e ke realizuar? Piktura e ëndrave të tua? Pikturat e ëndrave. Për zotën në përgjithësi pikturat gjitha i kam realizu, po të thash edhe herë, unë si artist jam alan në një ndërtim, si një të bën një pallat, edhe deri sa të gjej një dhoj stilit, një dhoj gamet që më përkufizon mu si piktor. Si që janë për shembull, kjo është stili i filanit, kjo është stili, dhe sa të arri vetë atë, po kem përgjithësia piktorëve arrit e mosha 50 vjeç, 60 vjeç, që më thonë, kur mbash te pjekuria, unë jam alan ata hapat, unë ala dhe më thonë, jam ai fëmia si piktor, po gjithmonë jam përpunim. Gjithë ato për te fakti që je i ri ende në mosh, por me pikturë nuk bën vite që merresh.
Ke menduar ta vazhdosh gjatë pasionin tënd dhe të mbetesh në Shkodër? Kur nuk e kam ndërpre në moshë të re që kam ka 20 vjeç, 22 vjeç, 25 vjeç. Dhe më thonë, për hir të vërtetës, kur jam, dhe më thonë, jam dorëzu më atë botën e jashtme, kur e kam gjetë vetë tonë, nuk e kam ndërmend me e ndërprej ndonjëherë. Sigurisht kam edhe familjen teme që e kam në krenusën teme, edhe shqyqyr kam edhe një vajzë vogël, që kur më vjen këtu me jep edhe ma frymëzim kjo pjesë, nuk e kam ndërmend mu dorëzu, ose edhe në qoftë kështu mu dorëzu, domethënë për një faktor ose dy faktore. Sa orë kalon në atelje? Dhe a është kjo një mënyrë për të jetuar, pra është një burim i mirë piktura për të jetuar në Shkodër? Për orë që kaloj fije mjaftueshëm shumë. Për arsye se unë hapi në orën 9, bëj një 5 orësh këtu, më mis ditë i pushim, prapër i kthejmë dhe i bëj si 2 turnesh. Domethënë që është i fije që ndoshta edhe fije larg familjes. Edhe kështu. Për sa i përket pjesës se a ka shitje, a ka treg. Një veprat e artit është siç ka ardhur koha kanë fillu tu i kërku. Si ana, si e din se është një vepër arte, din se është lodha piktorit, si nga emigrantat tonë, si nga venalit, ka fillu të pas edhe një interes edhe nga turistat. Që unë thash bëjam i gjithë anë që mbaj shumë gjana, edhe prej thethit, prej shumë turistë për shkak thonë, wow, sa bukur, si ka mundësi bëgë një gjë të veçantë. Ndoshta janë edhe me një çmim jo këtë. Nga varion çmimet? Nga cili është çmimi më i lirë? Unë më i lirë që i bëj jam disa piktura të vogla, po marr shembull 30-40 dimensione që i bëj më shumë i kam për turista, e shkon te 80 euro me gjithë kornizë. Çmimi maksimal? Kurse më madhe kam bëj këtë vepër në artit, është një bigjisteni, ashtu e kam në boll galerisa, e shkon 3000 euro, pa më shumë e lodhshme si punë, se nga hangër ndaj muaj e gjys kohë më e bë. Preferon ti rikthesh një pikturë pasi e ke përfunduar? Pasi e kam përfunduar, nuk i rikthem fill në moment pa e bëj edhe një herë, po mas një farë kohësh 2-3 muajve, 4 muajve kur kalon, po e bëj edhe herë thamë këtë pikturë. Kur është shit, kuptohet, jo domethënë dy fisht, po gjithmonë nuk jam taj piktori strikt, pa e bëj edhe herë këtë, e bëj edhe herë këtë fikse. Gjithmonë ja ndryshoj ja vë një ndryshim, a kupton, diçka më ndryshe, ose më të madhe, ose më të vogël, ose i qiell më ndrysh, ose diçka, e gjej një formë mënyre. Po jo një strikt, se për shembull po bëj një kala, unë e bëj kala, e bëj mas e shes, ndoshta bëj mas 4-5 muajve, po ja ndryshoj disa gjëra, kalaja mbetet kalaja, që nuk jam aja autori që më thonë bëj një vepër, edhe nuk do ta bëj më. Po kam pikturat kremtarina të mia që i kam bërë një vepër, e moj për koleksion temin personal ose në një personal që ka bërë, edhe nuk ja bëj më. Të falenderoj Kris për këtë. Faleminderit për jush.